Labinoti përfshihet në një përplasje shumë të ashpër me fjollën, ku debati del shpejt jashtë kontrollit dhe kthehet në një shkëmbim fjalësh tepër të rënda. Gjatë zënkës, Labinoti e sulmon verbalisht fjollën duke përdorur akuza ofenduese dhe denigruese, duke lënë të kuptohet se ajo, sipas tij, është përdorur nga të tjerët dhe vazhdon të përdoret edhe tani. Ai përpiqet të ul figurën e saj, duke vënë në dyshim karakterin dhe sjelljen e saj, si dhe duke akuzuar për mungesë morali dhe dinjiteti. Fjolla mbetet e tronditur nga këto fjalë, ndërsa situata tensionohet edhe më shumë, sepse akuzat e Labinotit janë të drejtpërdrejta dhe shumë fyese. Atmosfera në shtëpi rëndohet menjëherë dhe banorët e tjerë kuptojnë se debati ka kaluar çdo kufi normal komunikimi. Disa përpiqen të ndërhyjnë për ta ndalur, ndërsa të tjerë qëndrojnë të shtangur nga niveli i ulët i fjalorit dhe ashpërsia e akuzave. Labinoti vazhdon me tone të larta, duke thënë se fjolla nuk ka as moral dhe as fytyrë për të folur apo për të gjykuar të tjerët, duke e kthyer debatin në një sulm personal shumë të rëndë. Fjolla, e prekur dhe e irrituar, përpiqet të mbrohet, por situata tashmë është përshkallëzuar dhe tensioni ndihet në çdo cep të shtëpisë. Kjo përplasje konsiderohet nga banorët si një nga debatet më të shëmtuara deri tani, sepse fjalët e përdorura kalojnë kufijtë e lojës dhe prekin dinjitetin personal. Pas këtij momenti, marrëdhënia mes Labinotit dhe fjollës duket e dëmtuar rënd, ndërsa shtëpia mbetet në një gjendje të rënduar dhe të ndarë mes atyre që dënojnë ashpërsjelljen e tij dhe atyre që thjesht përpiqen ta shmangin konfliktin.